Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e radhës për shtjellim këtu në Newsmax Albania. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar drejtorin ekzekutiv të Qendrës për Demokraci dhe Qeverisje, zotin Arjan Dyrmishi, për të folur për qeverisjen e organeve të sigurisë, për të folur për demokracinë dhe demokratizimin dhe si afekton institucionet, për të folur natyrisht për atë që është elefanti në dom, protestën dhe synimet e saj dhe objektivat politik që mund apo jo të arrijë, dhe natyrisht çështje të tjera të ndërlidhura me to. Mirë se vini zoti. Faleminderit për të. Ju keni kohë të gjatë që keni qenë në një kontributor, qoftë në qeverisje, themi në nivelet teknike, sidomos në organet e sigurisë, por pastaj keni kaluar në shoqërinë civile ku keni dekada që drejtoni një think tank, por natyrisht bëni dhe barometrin e sigurisë të përbitshëm, ai i cili shkruan një lloj busulle edhe për institucionet. Keni, domethënë, ku jemi sot në raport me një dekadë më parë, për sa i përket qeverisjes së institucioneve, sidomos atyre të fushës sigurisë. Kemi rritje të performancës së tyre, duke qenë se jemi dhe në prag të integrimit të Bashkimit Evropian, apo është e njëjta status quo? Fakt, situata, mendoj, nëse do vlerësonim sektorin e sigurisë, është sa pak specifike. Së pari, sepse në kuadër të reformave të përgjithshme të Shqipërisë në periudhën e parë të tranzicionit, reforma e sektorit sigurisë ishte reforma kryesore që kërkoi për sistemin. Dhe për të gjithë lexuesit ose ata që e kanë jetuar atë kohë, gjithë kjo kërkesë për ndryshim ishte bazuar tek roli qendror që kishin institucionet e sigurisë gjatë kohës komunizmit, kryesisht sigurimi i shtetit, i cili duke pasur mbështetje ose është madhe politike, ishte në gjendje të përdorte burime pasaj të gjitha institucioneve tjera sigurisë, policisë, ushtrisë, po edhe institucioneve civile për të realizuar atë rezultat që përfundimtar që ishte një shoqëri e mbyllur, e shtypur pa të drejta etj. Ishte sigurimi, me që dorën të këtë përmendat sistemi komunist, sigurimi shqiptar në një farë mënyrë më i rrezikshëm apo më influent se sa stasi gjerman apo sekuritate rumun, apo ishin në diverse nivele? Një çështje tjetër nga pikpamja e profesionistit. Nga pikpamja e organizimit, pavarësisht se shumë gjëra i atribuoheshin sigurimit shtetit, por cili nuk ishte një organizatë shumë e madhe, rreth maksimumi 2000 veta kishte, por që sigurimi i shtetit ishte bashkëpunëtar. Ishte në gjendje të mobilizonte gjithë institucionet e tjera për gjitha nevojat që i duhet, dhe kjo është tipike për shtete totalitare. Pra, në një farë mënyrë, ne do flasim pak më vonë për reformën e sektorit sigurisë, ajo që desha të thosha për ta vendosur në kontekstin aktual, është vendosja e përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies demokratike, që do thotë që sigurimi kishte një lloj dominimi gjatë periudhës komunizmit, dhe nga momenti që i kërkonte, po themi, ushtrisë apo policisë që t'i ofronte shërbime të caktuara të kishin të bënin me realizimin e objektivit të vet, për të mbajtur shoqërinë sa më nën kontroll etj. Tërhiqet dhe nga burimet e, si thua, administrative, kapacitetet e institucioneve të tilla që thash më të mëdha që ishin policia dhe pra është një lloj disproporcionaliteti nga autorët e huaj. Kjo si është një observim që ndoshta nuk lidhet shumë me diskutimin e sotshëm, ku thuaj në vitet e para që sigurimi i shtetit kishte rreth 30.000 antarë të tjerë që ishin egzagjerime. Pra, nuk ishin numrat të thoj ajo që dua të them, dhe lidhet me diskutimin edhe të aktual sotshëm, po ishin faktikisht roli dhe mbështetja e madhe politike që sigurimi kishte, dhe që i cili pastaj ishte në gjendje që lirshëm të përdorte dhe institucionet. Për ta lindur me situatën aktuale, me që ju e përmendet me drejt, kur thuaj sigurim në Shqipëri, siguri në përgjithësi, lidhet natyrisht me sigurimin, apo jo sigurimin, dhe natyrisht sot mandej me shikun, me shishin, pra me organet të tilla. Ndërkohë që siguria është një koncept mjaft më i gjerë, ne e dimë në literaturë, përfshin sigurinë ekonomike, përfshin sigurinë e bazike të drejtave të njeriut, përfshin sigurinë mjedisore, me që jemi dhe te rasti i Zvënecit, që është elefanti në dom. Pra, gjithë këto aspekte tjera të sigurisë duket sikur janë të neglizhuara, edhe në debatin publik, por natyrisht edhe në politikë bërës. Po, më lërë të ta marrë pak në mënyrë lineare, ajo që po dua të them është që
për ta përmbledhur, thash që diskutimi sot për reformën e sektorit sigurisë është pothuajse inekzistent, ndërkohë që meqense ju përmendët protestën, një nga objektivat e protestës, po jo objektivat, po si thua ato që dallohen si frustrim që qytetarët kanë, është dhënia fund e kësaj periudhës 35 vjeçare që nga fillimi i tranzicionit. Dhe ajo që desha të them është që ndërkohë që pra është një lloj disproporcioni, një lloj asimetrie. Ndërkohë që vitet e para të tranzicionit, fokusi i diskursit publik ishte tek reforma e sektorit sigurisë, për ato arsye që unë thash pak më përpara, rolit e institucioneve sigurisë në krijimin e një sistemi që po themi shtypës edhe pa të drejta, në këto 36 vite ka rënë, pra nuk flitet për institucionet. Po kjo ndoshta si kemi realizuar, reforma ka qenë e suksesshme. Jam ta shtjelloj, jo në atë aspekt, por të them që ajo që po unë dua të them të marr rastin të them përmes kësaj ftese që më keni bërë është që kjo duhet në një farë mënyrë adresuar dhe ky ka qenë edhe qëllimi im përmes barometrit sigurisë të tjerë dhe studimeve të tjera që unë kam bërë dhe komunikimit publik për të mbajtur pak më në një nivel të caktuar të ngritur diskutimin mbi çështjen e sigurisë. Kjo edhe për një arsye tjetër sepse deri për shkak edhe të mënyrës se si nga rënia e komunizmit marrëdhëniet ndërkombëtare janë zhvilluar, ka ndodhur një lloj desekuritizimi që quhet, pra marrëdhëniet ndërmjet shteteve nga të shumë sekuritizuara që ishin gjatë luftës së ftohtë, ku vendet ishin në konkurrencë ushtarake etj. Mbas rënies së komunizmit, pati një lloj rënie të interesit për sigurinë në përgjithësi dhe kjo preku dhe Shqipërinë. Ishte një ngritje vitet e fundit në fakt. Ishte pas një rënie. Po kjo është vetëm e lidhur me kapacitetet ushtarake etj. Që shumë e pjesme, ndërkohë që ajo që dua të them unë kur vjen puna për diskutimin për çështjet e reformës së sektorit sigurisë dhe demokratizimit të qeverisë demokratike të sektorit sigurisë është ndërlidhja midis institucioneve dhe performancës, sepse nuk mund të themi ne ose një shoqëri që ka siguri më të mirë pa parë po kush janë këta që ofrojnë këtë siguri. Si buxhetohen, si administrohen, si rekrutohet personeli. Tani të kalojmë pak në terma të kuptueshëm për publikut. Pra, ne kemi bërë reformën, ju të thatë vetë, jo vetëm për sa i përket shërbimit inteligjent, por edhe për sa i përket policisë, ushtrisë. Ushtria, domethënë reforma unë kuptua me largimin e një pjesë të mirë të kuadrit të mëparshëm, dhe një pjesë e këtyre mandej, siç e thot Artan Fuga në një nga librat e tij, u shndruan në sipërmarrës, sepse ngelën pa punë, ballafaquan me ekonominë e tregut e tjerë. Tani jemi bëm një ushtri të vogël profesionale në përputhje me objektivat tonë në NATO. Tani kemi një rikthim të situatës ku duhet të rriten buxhetat përkatëse, jo vetëm për sa i përket ushtrisë, ka një debat në rritje për shërbimin e detyrueshëm ushtarak për rikthimin e tij. Kemi organet e policisë natyrisht ku kemi rokata erpaseshme, kemi drejtues madhor që ndrohen shpesh. Është reflektuar kjo, domethënë, a ka pas sukses në përmirësimin e indikatorëve, duke qenë se ju merreni me këtë çështje. Prandaj thash që indikatorët janë disa. Për shembull, treguesit kryesor, pra këto institucione në radhë parë janë operatorë të cilët duhet të prodhojnë një produkt. Dhe sigurisht që është vështirësisht e matshme dhe për këtë indikatorët kryesor që në Shqipëri shpeshherë janë përdorur janë numrat e aksidenteve, numrat e vrasjeve etj. Kjo dhe ndikuar pak nga zhvillimet e viteve 90-97, por nuk është treguesi ky i sigurisë dhe siguria vetë nga termi siguri që vjen nga latinishtja, ka kuptimin të mos si ndihesh në ankth, të mos ndihesh në presion. Dhe përmes që përmendër, përmes barometrit sigurisë, ne masim në mënyrë sistematike pikërisht ndjesinë që kanë njerëzit në raport me sigurinë. Në cilat janë qytetet tuaja të viteve të fundit? Po, ne masim për shembull shumë aspekte të sigurisë. Qasja e barometrit sigurisë është për të përdorur si thua një qasje pak tërësore, holistike të sektorit sigurisë, që do të thotë që nga matja e besimit që kanë qytetarët tek institucionet cilat ofrojnë sigurinë, që janë policia, shërbimet, po themi përfshirë dhe zjarfikset, ushtria, shërbimet. Kjo ka qenë e lartë, mos gaboj, në raport me besimin që kanë te partitë politike apo variojnë, kanë tek drejtësia, sepse dhe drejtësia në Shqipëri ka ardhur duke u si thua sekuritizuar në kuptimin që për aq kohë sa që korrupsioni dhe krimi organizuar shifen në Shqipëri si kërcënime kryesore sigurie nga shumica e qytetarëve,
Drejtësia është e rëndësishme, sidomos institucionet e posaçme sigurisë, sepse në mënyrën se sa me eficiencë adresojnë ata problemin e korrupsionit të lartë dhe krimit organizuar, kjo ndikon pastaj në mënyrën se sa të sigurt ndihen qytetarët, sepse faktikisht nga vlerësimet që ne masim të opinionit publik, nga matjet që bëjmë, kërcënimet kryesore të sigurisë që qytetarët shqiptar kanë është korrupsioni i parë, krimi organizuar i dytë dhe lufta, përveç se viti 2022-2023 kur filloi lufta në Ukrainë, pati një rritje gati 18% e qytetarëve thonin që lufta është kërcënim për sigurinë e Shqipërisë. Vazhdojnë që të shifen pra këto dy fenomene që quhen kërcënime nga aktorë jo shtetëror, pra që do të thotë janë fenomene. Qëndrojmë me që këto janë gjëra të ndryshme, për shumë korrupsioni, krimi organizuar, dhe në ana tjetër pastaj aktorët e huaj, ndonjëherë aktorët e huaj malign që quhen literaturë. Po te pjesë e parë, do të thotë ne kemi parë që në çdo raport të Komisionit Evropian fjala bie të përvitshëm, korrupsioni dhe krimi organizuar janë aty si dy nga faktorët pengus për integrimin e Shqipërisë. E njëjta gjë te raportet e Departamentit të Shtetit, e njëjta gjë te raportet të tjera ndërkombëtare. Dhe kjo në një farë mënyrë na vërtetohet apo na verifikohet edhe me matin e perceptimit publik, për shembull Transparency International për gjatë një viti, nga 2024-2025, tregonte që Shqipëria kishte rënë nga vendi 80 në vendin e 91. Pra 11 vende të humbura në luftën tonë ndaj korrupsionit. Ndërkohë që po të dëgjojmë kryeministrin dhe qeverinë, ata flasin për sukseset të jashtëzakonshme në luftën kundër korrupsionit, fletë për SPAK-un, BKH-n, GKK-n, gjithashtu flasin për suksese në luftën kundër korrupsionit të lartë, në nivele të larta. Pra ka një mospërputhje realitetesh. Qytetarët perceptojnë që ka gjithmonë më shumë korrupsion, ndërkohë që qeveria flet për suksese imagjinare vetëm kundër korrupsionit. Edhe një njëjta gjë me krimin organizuar. Vim tek pjesa që ka të bëjë me llogaridhënien, sepse në Shqipëri fakti që në vendi përballet me korrupsion të lartë në vite dhe nuk është problemi tek Transparency International, po bëj një ndërhyrje të vogël për sa i përket numrit të vendeve, sepse aty faktikisht vendet varen edhe nga performanca e vendeve të tjera. Por nëse vendet të tjera performojnë keq, ti mund të rritësh. Ajo që faktikisht Transparency International bën është që jep një notë secilit vend dhe në funksion të pastaj performancës së vendeve të tjera ti dhe mund të ulesh nga. Nga 2008 Shqipëria deri në 2025, matja e fundit që ka për Transparency International, nota më e lartë ka qenë 4.1 dhe nga 3.3 në 4.1 po thosh është linear. Ajo për shkak që vije 3 dhe kjo pastaj lidhet me diskutimet që po bëjmë, është se korrupsioni çdo vit zgjedhor rritet në Shqipëri. Pra Transparency International po të shohësh çdo vit zgjedhor Shqipëria bie. Dhe kjo ka ndodhur nga 2008. Sa gjithmonë në vitin që ka zgjedhje, në Shqipëri rritet korrupsioni. Pra që vërteton pak edhe opinioni publikut që korrupsioni këtu është i lidhur me politikën dhe sigurisht që korrupsioni dhe krimi organizuar janë të lidhura me njëra tjetrën, sepse ushqejnë dhe ndërveprojnë me njëra tjetrën. Dhe në këtë aspekt, për sa i përket Komisionit Evropian, sigurisht që ata e shohin këtë nga pikpamja e vlerësimit që i bëjnë Shqipërisë, edhe përdorin sigurisht edhe këto raportet që edhe ne që prodhojmë edhe Transparency International. Por ato vlerësojnë nga ana tjetër, sepse janë dy aspekte që duhet të kemi parasysh, një punën e institucioneve dhe rritjen e kapaciteteve dhe tjetrën performancën. Pra, po themi edhe në një ekip futbolli, ti mund të shohësh nëse një ekip futbolli e bën stërvitjen siç duhet, i rekruton në ekipin në mënyrën e dur, pa po themi ndërhyrje të tjera, por prapë nuk është thënë që mund ta fitojë ndeshjen. Po ka mundësi dikush të shohë proceset, ka mundësi të shohë edhe rezultatin. Dhe siguria është e tillë dhe duhet parë proceset, pra proceset administrative, qeverisë etj, sa të çëndosha janë, sa të çëndeshme janë dhe rezultati. Dhe teorikisht i bie që nëse këto procese janë sakta, edhe rezultati do jetë mirë. Kjo në terma empirik, korrupsioni pavarësisht pretendimeve të qeverisë, ne kemi parë në shumicën e tenderave shtetëror, pavarësisht se këto kanë qenë të shpërndara nëpër ministri apo të përqendruara në një autoritet të vetëm, ato që fitojnë kompanitë fituese zakonisht me 99.99 të fondit limit. Pra ky është një flamur i kuq dhe për këtë arsye edhe kapitulli për prokurimet ishte një kapitull problematik sipas Bashkimit Evropian. Po, prokurimet po marr një elementi që përmendët ju, krimi organizuar që deri investoi për të nxjerrë deputet caktuar, prapë është diçka e faktuar tashmë. Kishim rastin e deputetit Durrësit për dëgjuesit tuaj, po dhe mendoj edhe për në përgjithësi për publikun e gjerë. Jo, termi korrupsion e ka zanafillën nga Perëndëria Romake, kur nuk kishte as tender as prokurime publike.
Prokurimet janë një pjesë shumë e vogël që është se si përdoret një pjesë e parave të shtetit dhe sikur ato edhe të përdoreshin në mënyrën më eficiente, nuk do të thotë që korrupsioni automatikisht identifikohet me prokurimet. Kjo është një qasje besoj relativisht e gabuar. Sigurisht që prokurimet janë një tregues se si ne morëm vetëm 2 nga indikatorë, 20 indikatorë të tjerë, se normalisht gjitha këto kanë përputhje faktesh, pra fakti që ti ke rënë në Transparency International. Korrupsioni është më së shumti mënyra si merren vendimet, mënyra se si përdoren burimet e vendit, mënyra se si punohet për të shtuar burimet e vendit e tjera, se sa vetëm se si po merren këto vendime, ka transparencë, ka llogaridhënie. Eksakt. Dhe në këtë aspekt, po të shohim shoqërinë e cila është treguesi kryesor dhe meqense flasim për qeverisje demokratike, që do të thotë që politika duhet që të reflektojnë kërkesat e publikut dhe publiku është si thua matësi kryesor pastaj i asaj se sa këto politika kanë dhënë rezultate. Vetë fakti që kemi tashmë disa protesta të cilat po zgjasin prej afro një muaji, tregojnë që matjet e opinionit publik që ne kemi bërë këto vite tregojnë një pakënaqësi në lidhje me qeverisjen dhe korrupsioni faktikisht nuk është rezultat në vetvete, po është rezultat i keq qeverisjes dhe kjo është një diçka që ne kemi thënë dhe për të adresuar korrupsionin, nuk adresohet korrupsioni përmes antikorrupsionit, po rregullohet përmes që faktikisht është puna e SPAK-ut, po përmes marrjes së masave që mos të ndodhi korrupsioni. Dhe këtu hyn pjesa e qeverisë dhe administratës, e cila është pjesa si thua më pak e dukshme. Pra, edhe në diskursin publik të qeverisë thotë këto punë zgjidhin institucionet e gjyqësorit. Në fakt, edhe nga pikpamja thjesht etike, jo administrative, ekzekutivi ka si qëllim në radhë të parë që ka për detyrë që korrupsioni të mos ndodhi në prokurime apo dhe në forma tjera. Pastaj kur ndodh, edhe nëse do ishin super suksesshme institucionet e gjyqësorit, pra prokuroria dhe gjykatët, pra se prap nuk arrin dot të kapin të gjithë atë. Dhe në këtë aspekt, ky është një dështim në kuptimin në tërësi të qeverisjes, përsa i përket faktit që në momentin që ke një nivel të lartë korrupsioni, i cili tregohet dhe nga matjet e opinionit publik, dhe nga Transparency International që thatë juve, dhe nga raportet e tjera të huaja, po që konfirmohet dhe nga lëvizjet e njerëzve në terren, pra ky është një problem. Por ky nuk zgjidhet përmes formës represive të institucioneve të sigurisë, dhe ajo që është e munguar në Shqipëri, po përpiqem ta theksoj, është fakti i përgjegjshmërisë që institucionet e ekzekutivit duhet të bëjnë shumë më tepër që korrupsioni të mos ndodhi. Dhe pastaj atë pak që ndodh, që si rregull do të ishte më i vogël, duhet që të merreshin institucionet e sigurisë që me kalimin e kohës arrinin në një ekuilibër që të ishte minimal ky lloj fenomeni. Që kemi ne është sepse nga njëra palë zgjedhje në tjetrën, flasim nga 2013 deri më sot, në 4 mandate, pushteti ka ardhur duke u konsoliduar. Pra ne kemi rishqitur nga demokracia hibride tot Freedom House në një autoritarizëm konkurrues. Pra një dorë ka dhe kontrollin dhe pushtetin qendror, dhe pushtetin lokal, dhe parlamentin, i cili është kryetarokraci, pra ka mungon ajo hallka e përfaqësimit. Dhe kjo si pasaj në çedim të disa elementeve që ju i përmendët, për shembull transparenca. Ne këto ditë ka qarkulluar Albania Files, ku kryeministri vet Shkop ka mbi 550 e ca projekte që ka angazhuar studiot më prestigjioze ndërkombëtare të arkitekturës, ndërkohë që nuk dihet kush janë përfituesit fundor, pra oligark vendas, të ndërkombëtar, ndërkohë që publiku nuk di. Pra ne i dim këtë informacion nga gazetarë të huaj, të cilët natyrisht kryeministri e marketon si diçka pozitive në funksion të vizionit e tij për Shqipërinë. Pra mungesë transparencës me fjalë. Kemi mungesën e llogaridhënies. Si mund të kemi llogaridhënie ku parlamenti është thjesht ratifikues i projekt ligjeve që shkojnë nga qeveria. Dhe asnjë projekt ligj tjetër, megjithëse domethënë nga e propozuar nga deputetët opozitarë apo nga shoqëria civile nuk pranohet. Nuk kemi akte referendare, pra pengohet në çdo lloj mënyre, çdo lloj forme referendumi lokal dhe kombëtar. Atëherë duke mos pasur këto elemente, instrumenta demokratik, si mund të rritet llogaridhënia, si mund të rritet transparenca, si mund të luftohet korrupsioni, drejt, të gjitha këto që ju përmendni janë të verifikueshme dhe janë evidente. Po do ta zbrisja pak në një nivel pak më të ulët çështjen e llogaridhënies, duke filluar nga vetë aktorët politikë, sepse faktikisht partitë politike
ju mund situat nga pjesë e shoqërisë civile, por që organizatat që merren me studimet e tjera janë vetëm një fraksion i vogël. Pjesë e shoqërisë civile konsiderohen edhe partit nga momenti që ato nuk janë në pushtet, sepse ato dëgjojnë, mbledhin interesat të qytetarëve dhe i përfaqësojnë ato dhe përdorin, si thua, në mënyrë reciproke, edhe median përdorin dhe ose marrin dhe japin me organizatat e shoqërisë civile etj. etj. Po të bëjmë një analizë pak më të nivelit më të ulët dhe të shikojmë vetë llogaridhënien e brendshme të partive politike, që si thua janë laboratori ose janë maketi i qeverisjes së ardhshme, aty kemi një sër problemesh të brendshme që kanë të bëjnë me mënyrën se si partitë politike rekrutojnë, pra meritokracia e brendshme në radhë të parë, llogaridhënia e brendshme se sa institucionet, strukturat brenda partive janë llogaridhënëse ndaj qytetarëve, për shembull deputetët aty ku zgjidhen apo kryetarët e partive aty ku zgjidhen, dhe pastaj duke zbritur duke u ngjitur deri te kryetarët e partive në raport me. Dhe kjo matet edhe për duke parë periodicitetin e proceseve të brendshme, se sa të hapura janë ato, zgjedhjet në parti etj. Dhe përpara se të shkojmë ne tek nëse Shqipëria ka një tendencë autokratizimi apo vertikalizimit pushtetit në përgjithësi në niveli shtetëror, mjafton të shohim më në një shkallë më herët se si kjo gjë ndodh brenda partive politike. Pra, partitë politike tashmë dhe prandaj edhe qytetarët thonë jemi të pakënaqur tashmë me këtë rend, është sepse aktorët që e ekzekutojnë dhe performojnë politikën janë partitë politike. Dhe po të bësh të njëjtën analizë siç ne po përpiqemi t'i bëjmë qeverisjes partive politike, që në krye të herës ato dalin jo të përshtatshme për të marrë përsipër role më të mëdha qeverisë. Dhe në këtë kuptim duhet ta zhvendosim kamerën dhe publiku, duhet të shohë tek këto procese dhe media, tek proceset e brendshme, si ka mundësi që nuk ndodhin të tilla procese në partitë politike. Për shembull, ne kemi vjet përpara zgjedhjeve patëm një sër tryezësh nëpër qytete me drejtues partive politike etj. Me media, me shoqëri civile për të folur për llogaridhënien e partive politike me qëllim që zgjedhjet e 2025-s në debatin në nivel lokal të kishte edhe kërkesa nga qytetarët dhe ndaj vetë partive politike, financave etj. Dhe kjo lidhesh pastaj edhe me dhe në shumë qytete edhe nuk i njihni kush janë kryetarët e partive politike atje. Kështu që kjo tregon që ka një problem me vetë strukturat e partive politike për sa i përket kulturës së mirëqeverisjes, kulturës së llogaridhënies, kulturës së transparencës për cilën flasim, dhe kjo mjafton të shikojmë pastaj edhe raportet e transparencës financiare të proceseve zgjedhore, të cilat faktikisht partitë politike për shembull nuk i bëjnë publike të ardhurat përpara zgjedhjeve, nuk bëjnë publike të ardhurat e tyre gjatë viteve siç duhet, bëjnë disa raporte auditi, por që ato nuk tregojnë gjë dhe ka një lloj ka një projekt ligj të ri tani që ka marrë konsensusin e të dy palëve, por që është anatemuar në fakt edhe nga mos gaboj OSBE-ja apo Komisioni i Venecias, të cilët kanë kërkuar rishikim të draftit dhe natyrisht nga aktorët e faktorët të shoqërisë civile. Po ka një kërkesë sepse ka prej vitesh që ka një presion për ta adresuar këtë, por kjo si thua shtyhet vit pas viti dhe në momentin që dhe reforma e KQZ-s që u bë përpara pak vitesh nuk është se solli në një rezultat. Vetëm gjë që solli një rezultati pozitiv, mund të themi, është i dhënë disa kompetenca KQZ-s për të arritur që të përdori ligjin për dekriminalizimin në mënyrë pak më eficiente që të ndalojë një numër të caktuar njerëzish që të kishin precedent penal. Por ajo që kemi vënë neve është që dhe opinioni publik e di tashmë, është që këta persona të cilët kanë pasur precedent janë shmangur vetë kanë dërguar delegatët e tyre nëpër institucione përfaqësuese, që do të thotë që përsëri dhe nga një matje që ne bërëm vjet përmes barometrit sigurisë për ndikimin e krimit organizuar në zgjedhje, qytetarët thonë që prezenca e krimit organizuar si në proces, si në ndikimin e rezultateve etj. Ishte pra një numër i përqindje i lartë i qytetarëve thotë që ishte i lartë. Që thënë këtë, të gjitha këto janë probleme të cilat nëse ne i shohim nga pikpamja e këndvështrimit të sigurisë dhe nëse do flisnim për një reformë të sektorit sigurisë 2 dhe do të kthejmë te pika e nisjes, pra nëse kishim një reformë të sektorit sigurisë 1, që ishte çmontimi i aparaturës represive të ndërtuar në 40 vitet e komunizmit, tash kemi nevojë për një reformë të sektorit sigurisë 2,
e cila ka nevojë që të rishikojë të gjitha këto aspekte që neve po flasim, nga këndvështrimi i mirë qeverisjes, sepse në momentin që këto linjëzohen, për shembull nëse marrim rastin edhe të mënyrës se si filluan protestat, për shembull përmes abuzimit të një qytetari që një kompani punonjësit e një kompanie private të sigurisë i bërën atje dhe është bërë një publike kjo, do të thotë që Policia e Shtetit është përgjegjëse për licencimin dhe kontrollin e kompanive private të sigurisë. Pra përpara se për qytetarët thonë dhe shumë kanë dëgjuar analistë, kanë thënë si nuk ndërhyri policia në atë momentin aty që t'ja merrte nga duart atyre atë qytetarin e tjerë. Por nuk kam dëgjuar diskutime për thënë si ka mundësi për shembull që është licencuar një kompani, si ka mundësi për shembull që rregullat e procedurat procedurat operacionale, certifikatat e sigurisë etj, rregullat etike të një kompanie të mos jenë analizuar që më përpara në mënyrë të tillë që kjo të mos pritet që të ndodhi. Pra, këto janë elemente, po përpiqem ta ilustroj me diçka konkrete të asaj që quhet mirëqeverisje. Pra, Policia e Shtetit, e cila është përgjegjëse për menaxhimin dhe tashmë sektori privat i sigurisë gati është më i madh se Policia e Shtetit, janë rreth 15.000-20.000 punonjës që punojnë në kompanitë private të sektorit sigurisë. Ky sektor është i rregulluar me legjislacion, ata si njerëz duhet jenë të trajnuar, duhet që të marrin certifikata pastërtie, duhet mos kenë dënime penale etj. Dhe këtë punë duhet ta bëj Policia e Shtetit, por që Policia e Shtetit ta bëj këtë punë siç duhet, duhet që Ministria e Brendshme, që është institucioni ekzekutivit që kontrollon si rregull punën e policisë, duhet që ta bëj. As për këtë gjë nuk është se pati një debat publik. Për shembull që thoshte, okay, po Ministria e Brendshme si ka dështuar në mbikëqyrjen në kontrollin efektiv të policisë që këto kompani dhe ajo që ndodh është pikërisht ajo që si rregull në Shqipëri përdoret për matjen e suksesit, ju hoq licenca kompanisë që të nesërmen. Ju prish lokali filanit se po kështu. Pra, po kështu dhe me korrupsionin, u fut në burg filani mbasi u korruptua. Pra, pjesa më e hershme, pra qeverisja është ajo mirëqeverisja, janë të gjitha ato veprime që bëhen, të cilat gjërat e këqija mos ndodhin. Çuditërisht dhe jo shumë e pëlqyeshme është kjo që edhe pritshmëria e opinionit publik është që të vlerësoj se a morën veprimin e dur kur gjëja ndodhi, ndërkohë që pak thuhet që ose pak përpjekje ka për të kuptuar pse këto gjëra ndodhin. Që në këtë aspekt po them që një reformë e sektorit sigurisë dyshi do ishte shumë e rëndësishme sot, e cila do fuste në, si thua, në miksin e vet të diskutimit të gjitha këto pyetje dhe do thoshte ku janë dështimet në sistem, të cilat të bëjnë që ne të mos kemi këto probleme. Ju përmendët shumë faktor, disa prej tyre mund të identifikojnë si shkaqe, disa si pasoja, për shembull financimi i partive politike, mungesa e transparencës në të, financimi i palishëm është njëri nga faktorët, mungesa e demokratizimit të brendshëm partive politike që përkthehet pastaj dhe në keqeverisje, që është një element tjetër, dobësia apo brishësia e institucioneve është një faktor tjetër, mungesa e checks and balances, pra kontrolli të balancës reciproke mes institucioneve është problem tjetër. Dhe mund të vazhdojmë me listën e problemeve, krimi organizuar, penetrimi. Problemi është që ku duhet filluar, sigurisht, po, është leve arkimedit. Shiko, se ju pak më përpara përmendët lëvizjet e emrave të policisë. Nuk quhen këto reforma. Reforma quhen pikërisht kur një numër i madh çështjesh bëhen pjesë e problematikës për të zgjidhur dhe ato kërkojnë reformë. Ndërkohë që prap po i kthehen pjesës së informimit publik, shqiptarët janë në reformë. Po, dakor, po është duke bërë reformë. Është i gabuar artikulimi, është totalisht e papranueshme që në media bëhen disa lëvizje emrash dhe thot nëpër media raportohet reformë. Nuk është ajo reforma. Reforma është agjendë dhe gjitha këto që ju përmendët nga diskutimi im, ato përcaktojnë se çfarë duhet të ketë një reformë. Të gjitha këto Arian përcaktojnë vullneti politik për të adresuar shkaqet caktuara dhe për të dhënë drejtim përmes një strategjie koherente etj. Në momentin që mungon ky vullnet politik, si imponohet ky vullnet? Një formë është protesta apo jo? Vullneti politik edhe nëse përsëri o protesta, o presioni ndërkombëtar, o konkurrencë e brendshme e partive politike, se tre janë rrugët. Po edhe sigurisht dhe këtu vim pastaj në kontekstin demokratik, se po i kthehen përsëri për ta përdorur si pragmatës reformat e sektorit sigurisë të vitit 1991-92. Pra, ato erdhën si rezultat i kërkesës së publikut. Apo jo?
Dhe në momentin që ka një kërkesë të publikut dhe i përgjigjet sistemi ose kërkesat e publikut përcaktojnë se kush zgjidhet, atëherë kemi një sistem të është gjithë vendet e lindjes, do të thënë Gjermania kreu proces lustracioni apo Çekia shumë dakord, po dua të them Shqipëria, problemi është në kushtet që kemi sot. Po dua të them që vendet e tjera të lindjes nuk janë tashmë në një pikë të një reforme sektori sigurisë 2, siç po them mund të shti. Pra po mas përdor ato, meqense dhe kryeministri anonçoi më duket po përdor edhe unë për analogji rilindja urbane 2, pra siç këto versionet e softwareve dhe unë po them reforma e sektorit sigurisë 2 dhe reformat si rregull janë një shport problemesh të cilat nuk zgjidhen veç e veç, po zgjidhen, unë nuk po parashtroj tash se cila do ishte dhe a do ketë reformë. Unë thjesht po e numeroj, po rendis njësër problematikash të cilat nëse nuk adresohen në formën e një reforme të përgjithshme të sektorit sigurisë, e cila përdor si prag po them modelin e 91-shit dhe nëse në 91-92 ishte një set, një shport me problematika ngjashme, cila do adresohen dhe përcaktuan trajektoren e reformës, sot paraprakisht duhet përcaktuar kjo shporta që cilën ti paraprakisht e bëre dhe për ta bërë këtë pjesë e reformës do duhet sigurisht që të vendoset në diskutimin publik dhe të shifet a do ketë vullnet për këtë gjë. Nuk mund të them, por që vullneti buron nga kërkesa dhe nëse presioni ose kërkesat e publikut do jenë të tilla që po ne duam reforme edhe në këtë sektor, sigurisht që do duhet të t'i përgjigjet dhe mos t'i përgjigjet. Reformat të përgjithësi përkthehen në legjislacion apo jo? Jo vetëm. Po fillesat janë të legjislacion. Kjo në jo, po duhet dalë diku tjetër. Jo, dua të kundërshtoj të gjë sepse reforma legjislacionit është e gabuar, kjo po shofësh është dhe raporti mirati i Barit të Këshillit të Bashkimit Evropian thotë tashmë Shqipërisë duhen veprime konkrete. Shqipëria duke qenë se ndryshe nga vendet e tjera të Ballkanit, qeverisej me shumë pak ligje, sepse qeverisej kryesisht nga me vendime politike, u gjen në një vakum shumë disproporcional krahasuar edhe me vendet e Jugosllavisë të ligjeve dhe prandaj dhe ç'është e vërteta, Shqipëria po ta marrësh nga numri e ka quajtur reformë në përgjithësi miratimin e ligjeve, por kjo ka sjellë edhe një mospërputhje pritshmërisht, sepse miratimet e ligjeve nuk prodhojnë rezultat domosdoshmërisht. Po kjo është pjesa e dytë e pyetjes, domethënë. Nuk ka nevojë për ndryshime ligjore. Të kuptohet pyetja. Pra legjislacioni, për afrimin e legjislacionit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe gjithë vendeve që aspirojnë të bashkangjiten, është një conditio sine qua non, si thoshin latinët, pra është një kriter i natyrisht i domosdoshëm. Tani ne dimë që vende si Shqipëria, jo vetëm Shqipëria, nuk kanë se çfarë negociojnë, pavarësisht se procesi quhet negociat. Negocion të natyrisht Islanda dhe pasi negocioi vendosi me referendum mos i bashkangjitet Bashkimit Evropian. Megjithëse mund të bashkangjitet për 6 muaj. Negocioi Norvegjia, vendosi me referendum mos i bashkangjitet Bashkimit Evropian. Vende si Shqipëria nuk negociojnë, thjesht marrin legjislacionin dhe e transplantojnë në një teknikalitet që nuk lihet. Jo, kjo është e rëndësishme për të përmendur sepse Shqipëria i ka sipas zotit Rama, faktën sipas ministrave, janë duke bërë atë që duhet, pra ata thonë që ne kemi marrë legjislacionin e Bashkimit Evropian, sipas kapitujve, sipas klasterave, dhe jemi duke e transplantuar në kjo është në diskutimin. Ndërhyrja ime ishte në atë që reforma e sektorit sigurisë po flason. Nuk është tashmë reformë ligjore dhe unë e përdora si argument faktin që edhe vetë raporti i Barit thotë që ne gjatë kësaj periudhe tashmë Shqipërinë do ta masim nga rezultatet dhe rezultatet do të thotë që ti të përdorësh dhe të zbatosh mirë dhe problematikat që unë po ngre nuk janë problematika që burojnë nga ligjet, problematika që ka të bëjë me qeverisjen aktuale të sektorit privat sigurisë nuk lidhet se legjislacioni është problemi, është sepse sistemi dështon në zbatueshmëri dhe në thënë këtë është çështja e forcimit të kapaciteteve tashmë është gjithë raporteve shkak pasojë se pse këto, si thua, keq performanca ndodhin dhe vin pasaj të politizimit, të rekrutimi gabuar, ke incentive. Pra edhe këtu qeveria thotë që ne po i forcojmë kapacitetet. Thotë ne kemi ngritur një shkollë të administratës publike, ne bëjmë trajnime të vazhdueshme. Ne jemi në ndërveprim të vazhdueshëm me Bashkimin Evropian. Ne kemi forcuar kuadrin, pra ato na 165.000 që ka pas para reformës territoriale administrative janë 195.000 të punësuar në administratë publike, pjesa më e madhe me statusin civil. Po ju po merrni vetëm një burim të dhënash që është diskursi i dhe unë po them, nëse do përdorim neve si burim të dhëna diskursin e qeverisë, ne tash do ishim vend antar i 5 prej vitesh. Unë këtë po them që ky diskurs ka një mospërputhje me realitetin, por ky realitet që të rregullohet nuk është vetëm legjislativ ose shumë pak legjislativ tashmë. Si bëhet nëse qeveria nuk ka vullnetin pastaj për të është performativ.
Po pra, në këtë aspekt pikërisht prandaj dhe jemi në këtë krizë, siç jemi tashti, që po e quaj që vazhdimësia e protestave tashmë dhe qëndrueshmëria e tyre tregon pikërisht që ka një kërkesë për të gjithur. Ajo që unë po përpiqem përmes kësaj mundësie që u më dhat është që për sa i përket reformës sektorit sigurisë, i cili është një fushë politikash publike, siç thash, krahasuar me rëndësinë e 91-92, ndërkohë që ishte politika kryesore e reformës, tashmë nuk diskutohet fare. Po them që ka një asimetri dhe kjo asimetri duhet të rregulluar sepse nuk është aq pak e rëndësishme sa që rezulton në terren. Pra do duhet që dhe kjo pjesë të jetë pjesë e diskutimit, por mënyra e zgjidhjes nuk është ripërsëritja e rishikimit të ligjeve dhe nga e para, sepse ato tashmë, siç edhe juve thatë, kanë hyrë edhe për arsye të parafrimit, por në shumë aspekte, jo vetëm në siguri, po edhe në aspekte tjera, në tregun e brendshëm, mjedisin e tjerë. Siguria ushqimore. Po, kapitull që kanë të bëjnë me konsumatorin e tjerë. Shqipëria tashmë ka probleme administrative institucionale dhe këto do të thotë që zgjidhen përmes praktikave, nuk zgjidhen përmes miratimit të ligjeve. Paditur se e thash dhe në fillim të emisionit, duke qenë se po ja afrohemi fundit me protestën. Aty kemi një lloj natyrisht nisi për Zvënecin dhe Zvënecin në tërësinë e tij përfaqësonte një ndjeshmëri të sigurisë mjedisore, pra atë që ka ndodhur edhe në vende të tjera të Shqipërisë, po si duket u mbush shkupat e ajo ishte edhe preteksti i daljes në shesh tashmë për një muaj, por natyrisht aty ka dhe grupe të tjera të cilat kërkojnë siguri ushqimore, të cilat kërkojnë për ta lidhur gjithmonë me sigurinë, të cilat kërkojnë siguri të drejtave të tyre bazë, të cilat kërkojnë ju e thatë vetë siguri ekonomike. Një nga shkaqet e ankthit apo të manifestuar dhe me migrim të vazhdueshëm është pikërisht ankthi ekonomik, sepse është rritur shumë polariteti, hendeku financiar dhe ai 3.5% i rritjes ekonomike vjetore e fsheh këtë element. Edhe ndryshe Tirana sot është bërë apo Bregdeti një nga zonat më të shenjta në Europë. Lexova që Tirana vinte pas Lisbonës, domethënë si në raport me të ardhurat e popullsisë. Pra të gjitha këto përfaqësojnë ndjeshmëri të ndryshme. Persona të ndryshëm që kanë dalë aty kanë probleme të ndryshme në raport me ekzekutivin, në raport me pushtetin, në raport me mungesën e rezultateve. Cili mendoni se mund të ishte instrumenti tani demokratik, më realist, që mund të përdorte energji e protestës për t'i realizuar, qoftë duke imponuar qeverisjes, qoftë me ndryshime legislative, qoftë me ndryshime tjera. Faktikisht më sollën në një argument cilën e kam shumë për zemër, që është politika krahasuese. Dhe faktikisht nëse do analizojmë politikën e secilit vend që nga analiza e Aristotelit në Greqinë e hershme dhe deri më sot, demokracia është pikërisht shpreha e interesit nga qytetarët dhe që interesat janë shumë të ndryshme. Në Greqinë e lashtë, që aplikohet më së shumti dhe në Zvicër, që është si thua një vend i cili aplikon në mënyrë të shpeshtë demokracinë direkte, qytetarët mblidheshin dhe i merrnin vendimet aty për aty dhe burokracia ishte edhe më e vogël. Në demokracitë përfaqësuese, ku janë partitë politike ato të cilat i përfaqësojnë njerëzit, partitë politike kanë një rol i cili dhe këtë pak e dëgjojnë në diskutimin publik. Qytetarët shprehin interesat e qytetarëve vetvetiu janë të tilla siç dhe ju i përmendët, bile ndoshta edhe më të fragmentuara, menuja e kërkesave mund të jetë akoma më e gjerë. Partitë politike janë pranuar si agjent, si thuash, ose agjenci të përfaqësimit për arsye sepse i marrin këto kërkesa veç e veç dhe i agregojnë dhe krijojnë paketa që quhen reforma, që quhen politika. Faktikisht ajo që nga observimi im, vështrimi im që i bëj protestës është që akoma, po kjo mendoj mund të ndodhi dhe më vonë, po ka nevojë për shkakun edhe për pak teori, dhe se teoria nuk është shumë e pëlqyeshme në diskutime në Shqipëri. Për atë se si këto interesa mund të agregohen në një portofol reformash dhe unë mendoj që kjo që unë përmenda për pjesën e reformës sektorit sigurisë është një shtyllë. Si mund bëhet kjo konkretisht? Pra bëhet në partitë aktuale ekzistuese, qoftë parti opozitare të vjetra apo të reja, bëhet kjo përmes një partie politike të re, që përfaqësojnë zonën protestuese, bëhet kjo përmes asaj që kanë kërkuar një pjesë të tyre që të votojnë në shesh, domethënë qoftë një qeveri teknike, qoftë ka një në mënyrë realiste. Ka një rezultat për të cilin të gjitha proceset ndodhin në një sistem të qeverisur. Po themi, qoftë ky qytet-shtet, qoftë mbretëri, qoftë demokraci presidenciale apo parlamentare.
që është legitimiteti. Për shembull, në mbretëri, sa herë që lind një princ, për shembull, mezi pritet nga qytetarët sepse shikohet forma e legitimitetit të sistemit. Zgjedhjet, kur ndodhin, nuk bëhen zgjedhjet se duhen ca njerëz të bëhen deputetë dhe ti thon ta gëzosh ti tash ti postin. Ato bëhen sepse qytetarët, të cilët shprehin kërkesa, të cilët partitë politike i agregojnë këto kërkesa dhe thonë kjo është zgjidhja se do t'i bëjmë neve, duan legitimitet. Ajo që është fjala më pak e dëgjuar që unë dëgjoj dhe nga diskutimi që është në publik, është që këtu ka kërkesë për një rilegjitimim. Për shembull, fjala bie, ashtu siç me drejt apo drejt nuk mund ta them këtë gjë, vetë qeveria Rama për shembull thoshte në vitet të shkuara do ricertifikojmë infermierë, do ricertifikojmë mësuesit, dhe ata u ngritën dhe thanë që pse të ricertifikohemi. Në një farë mënyrë dhe ai të njëjtën gjë po thotë, qytetarët thanë duam të ricertifikojmë, dhe ai po thotë mos të ricertifikojmë, që për koherencë do duhet që të thënë këtë dhe prapë për sa i përket politikës krahasuese, po të marrim Italinë e viteve 90, po të marrim për shembull Greqinë pas krizës financiare, legitimiteti politik i partive humbet ose fitohet në mënyrën se si ato i përgjigjen kërkesave. Dhe unë mendoj që tashti në këtë moment që po shohim, përmes protestës ajo që unë shoh një krizë legitimiteti të partive politike dhe sistemit aktual. A mund të ndodhi që këto të hyjnë në kanalizimet e dura apo jo? Këtë s'mund ta them, por që kjo mendoj që mund të ishte një pikë diskutimi edhe nga vetë. Për fund, si e parashikoni suksesin themi të kësaj proteste? Pra e para do ketë apo s'do ketë sukses? Nëse do ketë sukses, si do rezultojë suksesi? Pra rotacion pushteti, ndryshim sistemi, çfarë mund ndodh? Unë nuk di të them se kjo varet nga shumë faktorë, por protesta sigurisht është mirë pritur nga të gjithë dhe nga media ndërkombëtare dhe nga politikanë ndërkombëtar, me sa shoh dhe lexoj, dhe nga vetë kryeministri thotë që e mirëpresim se kjo tregon shkallën e lirisë etj. Kështu që në një farë mënyrë protesta domethënë ja ka arritur objektivin e vet edhe sikur të pushonte se ekzistuari në këtë moment, por që në proceset e ardhshme zgjedhore është e sigurt që do merret në konsideratë që legjitimimi ose kërkesa për legjitimim politik tashmë nuk do jetë kaq e thjeshtë saç ishte bërë deri në zgjedhjet e 2025, si po marrim ca njerëz, po i fusim në një listë, po ja parashtrojmë qytetarëve dhe ata pastaj do ne. Ky është një proces legjitimimi defektos që qytetarët po tregojnë që po e kundërshtojnë. Tashti se si do rinovohet skema e legjitimimit politik si rezultati i kësaj proteste ngelet për tu parë edhe nga vetë mënyra se si kërkesë, se si protesta, po edhe njerëz caktuar do t'i artikulojnë këtë dritare mundësie që është hapur, mendoj unë, zhvillimeve dhe proceseve demokratike në Shqipëri. Ndërsa Arjan, kisha kënaqësinë kisha sot të ftuar mikun tim zotin Arjan Dyrmishi për të folur për reformën e sektorit të sigurisë, për të folur për demokratizimin dhe fuqizimin e institucioneve, për të folur për legitimitetin e politikës në Shqipëri dhe cilat janë rrugët për ta rifituar atë, për të folur për protestën qytetare dhe shumë gjëra tjera. Unë Ilir Kalema, miru takofshim puntatën e radhës.